përshëndetjet e të gjithë artistëve pjesëmarrës në Këngët e Stinës 97. Është gjë e bukur të prezantosh disa breza artistësh, dhe ja që 2 mbrëmjet tona mua ma kanë dhënë këtë kënaqësi. Për shembull, sot në Disco Bar Marikaj, në këtë mjedis kaq të këndshëm midis miqve, ju do gjeni protagonistë të rinj. Kështu, pas pëllumave të mbrëmjes së parë, ju do ndjeni sot për të rritjen. Mbrëmja e sotme do t'ju ofroj shumë debutues dhe ngjyra rinore. Unë nuk dua që t'i referohem vetes time për të treguar se ç'ndjen një debutues, sepse megjithëse kam prezantuar natën e parë, përsëri më duket sikur debutoj. Por le t'i drejtohem një nga kantautorëve të njohur të shqiptar, Aleksandër Gjoka. Aleksandër, si ka qenë debutimi juaj? Tani Gerda të flasësh për emocione ose më saktë, ti ndjesh ato është një gjë shumë e mrekullueshme për çdo artist vërtet. Emocionet e para që kam ndjerë, domethënë i kam ndjerë në festivalin e vitit 1991, ku kam debutuar si kantautor bashkë me grupin X dhe vazhdova më tej. Më vjen mirë domethënë që ka një aktivizim shumë të madh domethënë edhe të suksesshëm të kantautorëve të ri që për të rinj domethënë përveç urimës pop, edhe grunge, edhe blues, domethënë edhe tekstet, edhe muzika domethënë një mrekulli domethënë. Ju uroj atyre domethënë që të vazhdojnë kështu edhe më tutje. Faleminderit. Atëherë, së bashku me koncertin, le t'i urojmë fillim të mbar edhe 2 djemve që vijnë nga qyteti im Durrësi, Edi Guraziu dhe Gentian Sula, të cilët paraqesin këngën Jam si ti, me tekst nga Sonila Mia dhe orkestruar nga Markelian Kavedani. Da kollaren shtënguar se frymën ma mera jo, ma mera jo. Dhe flokët e avut nga nata të pakreur I do pa kreur unë sot në rrugën e njerëzve të vjetër u qeshit kur se vakën gjet kur se vakën gjet kërkova I vetëm pa cigare, pa orë, pa gjaket, pa orë, pa gjaket. Pas pak dhe djeli do ngrihet në sofër të qelit ai, në sofër të qelit ai. Nga hapa do fyhet qetësia dhe përsëri cigare do pi, cigare do pi.
Tani qyteti I shkundur nga gjumi Po kote të na vujte kafes Na vujte kafes Mes turmave që enden Të njerëzve U gjenda unë të mëngjes U gjenda unë të mëngjes Dalecin të xhamat E vitrinës Vështroj një njeri Vështroj një njeri Pa kthyer kokën Dhe me vete E di janë si ti Eja me mua Monika. Eja me mua Petri Tërkuçi, po. Eja me mua, muzika dhe orkestrimi Petri Tërkuçi, teksti Vilson Gjoqa. Erdhi me mua për të kënduar Monika Trungo.
Miron Kotani është një nga emrat e rinj që ka debutuar si orkestrues që në mbrëmjen e parë të këtij koncerti. Sonte ka orkestruar krijimin e tij Nëse një ditë. Mironi ndjek babain e tij Vladimir Kotani në muzikën tonë të lehtë. Miron, në raport me babain tuaj, çfarë mendon se ke më shumë ose më pak se sa ai? Tash unë më pak mund të them se kam përvojën e tij të pasur dhe moshën se jam më i ri se ai. Dhe duke qenë se jam dhe më i ri, kuptohet që më mungon përvoja dhe eksperjenca e tij e pasur. Kurse më shumë mund të thoya që kam një studio të vogël që kam filluar të bëj orkestrimet e mia të para. Siç e thatë dhe ju vetë që mbrëmjen e parë kisha orkestrimin e kompozitorit tashmë të mirënjohur Luan Zhegu. Dhe unë them që duhet që t'i ngjaj Timeti dhe nuk e di nëse sa do t'ja ri kësaj. Sigurisht edhe ai do që unë t'ja kaloj atij. Faleminderit. Sonte unë debutoj me këngën Nëse një ditë me tekst Petra Iqkitës, të kënduar nga këngëtari Ilir Shehu. Muzikën dhe orkestrimin e kam bërë vetë. Videoklipi është realizuar me mjeshtri nga një bashkëmoshatar timi Florian Haxhi Hyseni dhe babai i tij, operatori i televizionit Gavrosh Haxhi Hyseni. Jam munduar të të largoj, por ti afrohesh më tepër drejt meje, dhe trokitje në portën time dëgjoj. Nëse një dit do të trokasësh ti në portën time, po të jetë vjesht çdo ndodh me ne, se di Gjethe do të krijojnë pejsazhin, dashurinë e stinës, që ndarjen jo se deshin, kurse si, nëse një ti do të rokasësh në portën time, po të jetë dimër, ti do të gjesh një zjarr të ngrohtë. Dhe bora do të tretet sot nga ardhja tënde, orteqet do shëndrohen në gurales të ftohtë. Nëse një dit do të rokasësh ti në portën time, e rëtavon kjo do të ndodh, pa tjetër portën ke celur, daj të pres të vish pandrojtje, le të jesh linjur e madje dhe verbë. Nëse një dit do të trokasësh ti në portën time, po t'jetë pranver ta flakësh te i dërimi, do të këndoj në rruga qkën sa edhe lule, të demi bashk me aromën e gëzimi. Nëse një ti do të rokasësh në portën time, po të jetë ver, ti do të atë shmëndësh edhe deti. Dhe si përina të mira dalve, do vish me pru të marrin gjallësh mua shpirti.
di një ditë do t'i japësh ti kuptim sa jete e rëtavon kjo do të ndodh patjetër, por të m'ke celur daj të pres të vish pandrojtje le të jesh pinjur e madje dhe verbë nëse një dit do t'i japësh ti kuptim sa jete e rëtavon kjo do të ndodh patjetër, por të m'ke celur daj të pres të vish pandrojtje le të jesh pinjur e madje dhe verbë edhe sporti po shkojnë drejt ringjalljes së aktivitetit. Profesimet sportive të Shqipërisë në një numër të madh pjesëmarrësish janë regjistruar fillimisht në lorat mesdhetare të Barit. Pikërisht gjatë tyre u paraqit edhe një këngë kushtuar peshngritësit shqiptar Aleksandr Kondo, i cili nuk jeton më. Kënga e krijuar mbi vargjet e mjeshtrit të njohur të këtij sporti, Gudar Beqiraj, do të përshëndes sonte këtë ambient. Muzika Alban Karabashi, orkestrimi Elton Deda, në shoqërimin e Erina Jorgjit dhe Klodeta Maksutit e violinës së Alban Nerit, para jush Leonard Bulko. Askush nga ne që e njëm, që e donin dhe në donte aq fort. Për Sandri nuk do ta kursej fjallën, kujtimet për të ardhes t'ja tregon. Nuk harrojmë shkëlqimin e ti, muzëqeshjen e ti që nuk fike. Trupin e buku plot i e shi, ku një shpirti budat e fshie. Ti kur kampionët e botës, ti kishin ëndër, të pëshin si a i kishin dëshirë. Çdo mëngjes me Sandrin në fotografi, përshëndetjen askush nuk na dëgjon, më kupton sa më dhët, kujtimi i tij edhe më flet. Por plagën s'ma shëron, por plagën jo s'ma shëron, yeah! Sandri, Sandri në krahët e tua, si kur lodronte pesha e botës, në ëndrat e tua, të pesha e shkëlqimin e ti, muzëqeshjen e ti që nuk fike. Trupin e buku plot i e shi, ku një shpirti budat e fshie. Ti kur kampionët e botës, hiro
Ishin si ai kishin dashije. Çdo mëngjes me Sandrin në fotografi. Përshëndetje askush nuk na dëgjon. Më kupton sa më vën kujtimi i tij. Edhe më flet për plagën s'ma shëron. Për plagën jo s'ma shëron. Yeah! Sandri, Sandri në krahët e tua, sikur lodronte pesha e botës në ëndrat e tua, të pesha e zemrës, oh yeah! Sandri, Sandri në krahët e tua, sikur lodronte pesha e botës në ëndrat e tua, të pesha e zemrës, oh yeah! Diana Ziu për shumë vite ka qenë kompozitorja vetme e festivaleve tona. Sot ajo ndjen të tjera emocione, për herë të parë një krijim të saj e interpreton e Bia. Të kërkoj titullohet kënga e shkruar mbi poezinë e Mimoza Bicit dhe orkestruar nga Selimi Shmaku. Duket se është një çast i kërkuar dhe i ëndërruar prej vitesh nga kompozitorja, ndoshta që kur Denada ishte akoma foshnjë. Sot ka tjetër pamje dhe një tjetër pozicion. Denada Toça. Sa e lodhur jam nga mungesa jote gjatë, dhe pse nuk më sheh, më beso të ndjej unë pra. Dhe pas shfaqesh ti në një cep të rrugës son, sonte nuk bën dritë, zjarri vjetër rrugto. Doja në të qatë, një pjesarit isha unë, prekja pa më djerë, dhe si frymë të jem për ty. Ku të gjej të kërkoj unë në hartë, po të pres dhe sekonda ti marë. Ku të gjej të kërkoj unë në hartë, e të shoh e pastaj i kam lartë, i kam lartë. Emri më ndjek, si një hije më vjen pas. Era i të ret, e jam unë që e të ras. Doja në këtë qast, një pjesarit isha unë, të prekja pa më vjen, dhe si frymë të jem për ty. Ku të gjej të kërkoj unë në hartë, po të pres dhe sekonda ti marë. Ku të gjej të kërkoj unë në hartë, e të shoh e pastaj i kam lartë. E djesh mja iku, e zot me gjithashtu, e nesër jam shije,
Shehu dhe Jorgo Papingji janë i vetmi çift krijuesish fituesi koncerteve të pranverës që marrin pjesë në këtë mbrëmje. Bashkëpunimi i tyre më i ri titullohet Jeto. Kënga është orkestruar nga Elton Deda dhe sillet pranjush nga Mira Bregu. Ja tani ti mu largo, mes të shtimit më lër pran, unë prej teje pata frihi, në momentin që u pa. Ja tani ti mu largo, mes të shtimit më lër pran, unë prej teje pata frihi, në momentin që u nda. Se më bën të vuaj shumë, kur s'di që kërkon nga unë. Mes gjithë kapriqove të tua,
Të vazhgoje deshe mua, të vazhgoje deshe mua. I ke derën mos mbyll, i janë tënde të vështroj, po si shduket në përtyll, ku një zemër do pikoj. I ke kur ti mos u kthe, dhe as koka sy as tru, po qikoshin dhe kur fle, në të më rjedhi nga sy. Të lutë mos u kthe, mes trishtimit më lërpran, unë prej teje pata frikë, në momentin që unë që më bën të vuaj shumë, kur s'di që kërkon nga unë. Gjithë romancave të tua, të vazhgoje deshe mua, të vazhgoje deshe mua. I ke derën mos mbyll, i jetën dhe të vështroj, po si shduket në përtym, ku një zemër do pikoj. I ke kur ti mos u kthe, dhe as koka si as tru, po qikoshin dhe kur fle, lot më rjedhin nga sy. I ke kur ti mos u kthe, dhe as koka sy as tru, po qikoshin dhe kur fle, lot më rjedhin nga sy. I ke derën mos mbyll, i jetën dhe ta shikoj, po si shduket në përtym, ku një zemër do pikoj. I ke kur ti mos u kthe, dhe as koka sy as tru, po qikoshin dhe kur fle, do të më rjedhin nga sy. Zbrazën ti aty do t'gjesh, dhe një hije që rënkon, brënda mureve do lesh. I pa folur pa qortuar, zbrazën ti aty do t'gjesh, dhe një hije që rënkon, brënda mureve do lesh. La 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 la, la 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 la. Do të shkëputemi pak nga atmosfera e këngëve të Stinës, por jo nga muzika. Njëra nga këngët e albumit të lirikut të famshëm, Placido Domingo, është zgjedhur për mbrëmjen e sotme nga tenori Castriot Tusha. Është një gërshetim i klasikes me modernen, punuar nga Edison Miso. Në tingu spanjoll, Sibone Castriot Tusha, shoqëruar nga dyshja baletit Eno Birko, Denata Drima, përgatitur nga Shpëtim Dajqi.
valët heshti, ne stam lam të mirë. Kështu fillon kënga Besom. Një krijim dhe orkestrimi i Oleg Arapit me tekst nga Jaho Margjeka sjell para jush një tjetër debutuese, këngëtaren vlonjate Tefta Kondo. Kështu titullohet kënga që ka për autor dhe interpretues Adhurim Demirin dhe është orkestruar nga Selimi Shmaku. Shoqëron në kitar Sokol Sheu. Jeta si koha. Na mbetet të zbulojmë se si është koha. Dashuri polin nga vetja, e dita jo do vi tek ti, edhe pse jeta është si koha, një dit me djel, një dit me shi, po super lot nga tradhëtia, një tjetër dashuri të pret, me fundi pije dashurin, trokit dhe hyrë në jetë. Jeta është si një këngë, këndojem, është si një aventur, kërkojem, të dhuron një dhimbje, sfidojem, është si një grua, dashurojem. Jeta është si një këngë, këndojem, është si një aventur, kërkojem, të dhuron një dhimbje, sfidojem, është si një grua, dashurojem.
dashuri polin nga vetja, një ditë ajo do vi tek ti, edhe pse jeta është si koha, një ditë me diell, një ditë me shi, mos u përlot nga tradhëtia, një tjetër dashuri të pret, me fund i pije dashurin, trokit dhe hyr në jetë, jeta është si një këngë, këndoje, është si një aventur, kërkoje, të dhuron një dhingje, sfidoje, është si një grua, dashuroje, jeta është si një këngë, këndoje, është si një aventur, kërkoje, të dhuron një dhingje, sfidoje, është si një grua, dashuroje, dashuroje, jetën të dhe, si një grua, dashuroje, dashuroje. Në natën e parë u ndoqët me videoklipet e tyre grupin simpatik të vajzave Spirit Voice dhe fituesit e festivalit të rockut Centaur. Me një videoklip të punuar nga Agim Buxheli, vjen sonte edhe grupi vetëm i kësaj mbrëmjeje Akuthyesit. Ushtrues të rock opera, siç e quajnë vetë protagonistët muzikën e tyre, ata përbëjnë edhe një nga formacionet më të qëndrueshëm të rrymës. Me muzikë dhe orkestrim nga Blendi Shishmani dhe tekst nga Laureta Shishmani, kënga Djent. Vitet shpejt i gi, mos kujton si jemi tani. S'ka më vesh të qeshura, Refen rrugës vajz të kam të shenjë, të kam të shenjë. Ti që thuan di që, ti që thuan di që, jo mos e lër, jo mos e lër. Ku je tani? Janë qulagu, era morin sërin ton. U fashit me vite, qesha jo. Sa qudin, djem që siamo, djem ton me vite, djem që s'qeshimo si djem, si djem, si djem, djem që s'qeshimo si djem. Si val vite, shtuan rambi moshën tonë. A mos van tjen, ishin mo të kënqon, kur ishin djem, kur ishin djem. Sa qudin, djem që siamo, djem tot me vite, djem që s'qeshimo si djem, si djem, si djem, djem që s'qeshimo si djem. Sa qudin, djem që siamo, djem tot me vite, djem që s'qeshimo si djem, si djem, si djem, djem që s'qeshimo si djem. Qulagu era morin
zërin ton U larguan ndoshta mes me shjeton Sa çudi Djem që s'jam autjen ton me vite Djem që s'qeshim si djem Si djem, si djem Djem që s'qeshim si djem Qeshimon si djem A në zvëndje Ishin më të kënqën kur ishin djem dhe Irma Kurti bashkëpunojnë prej vitesh në këngën e Led. Por për herë të parë me ta është bashkuar Vikena Kamenica, e cila sapo është diplomuar në liceun artistik. Me këngën Larg nga vetvetja, orkestruar nga Shpëtim Saraçi, ja prova e parë dyshes Dangëllia Kurti me Vikena Kamenicën.
Tjena, zëri juaj ka ngjashmëri me atë të Manjola në Albanit. A ka ndonjë tendencë idhulli dhe, si dhe në titullin e këngës, ju jeni larg nga vetvetja? Për mua idhull janë të tërë këngëtarët e shquar. Dhe sa për të larguar nga vetvetja, as jam larguar, as do largohem ndonjëherë. Për ngjashmërinë e vokalit tim të Manjola në Albanit, po, është e vërtet. Kemi të njëjtën ngjyrë, po mbase influencon edhe trajtimi i lloj vokali nga njëta pedagoge, si e nderuara profesoresha Amide Stringa, të cilën dua ta përshëndes. Faleminderit. Faleminderit. Florian Luari ka marrë pjesë në festivalet tona si kompozitor, por sonde debuton si kantautor. Muzikanti nga Berati është student në Akademinë e Arteve dhe është pianoja Chelsea melodisë së tij. Mbi vargjit e Lazar Verës, trokas mbi pianon dhe Florian Luari. Mori për jetë
këngëtari që do të interpretoj tani ka debutuar pikërisht në një koncert të Stinës. Vitin e kaluar u paraqit me sukses me këngën Nën hijen e lagur. Është student i violinës, por me sa duket kërkon të afirmohet si krijues dhe interpretues i muzikës së lehtë, në një bashkëpunim me Gëzim Osmën të titulluar Pra njerëzve, Orges Toçe. Që plaken dhe njerëz që vështrojnë të lodhur me vetë, ata diçka mendojnë dhe shoh që me kohë nuk mund të luajtojnë. Ndaj steben i friksuar, por çudi nuk kalon, nuk kalon. Qeshin me mua, ata qeshin me zëra të plakur, ata vetëm qeshin dhe unë dua t'i dëgjoj. Unë dua t'i dëgjoj. Nëse larg do të shkoj ku i vetëm nuk do t'jem, do të gjej dhe unë një vend ku sy të pregjet, të qëndroj përsëri me njerëzit që unë pash, të gjesh unë me ta dhe ata me mua, ata qeshin me zëra të plakur, ata vetëm qeshin dhe unë dua t'i dëgjoj. Unë dua t'i dëgjoj. Unë dua t'i dëgjoj. pentagramet e këngëve të Stinës 97. Kanë qenë 2 koncerte mesazhere gjatë të cilëve nuk pati çmimin përfitues. Mbi të gjitha ka fituar Arti. Që nga ky moment, përpara se të ndjekim një përpunim të një motivi të njohur korçar nga Shpëtim Saraçi,
Dua më shumë Shqipërinë, i takon teleshikuesve dhe dëgjuesve të radios që të gjykojnë këngët e preferuara. Ndoshta në ditët e ardhshme, në emisionet radiofonike dhe televizive do të krijohet një mundësi e tillë. Nga Disco Bar Marika, një përshëndetje të fundit dhe urimet më të mira. Natën e mirë.